Pas muajsh për shkallëzimi ushtarak, Libani dhe Izraeli kanë njoftuar se kanë rënë dakord për zbatimin e një arpushimi të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara. Sipas zyrtarëve amerikan, marrëveshja është rezultati i bisedimeve të zhvilluara në Washington dhe synon të jap fund konfliktit të lidhur me tensionet më të gjera rajonale, ku përfshihet edhe Irani. Kushti kryesor i arpushimit është ndalimi i plotë i zjarrit nga Hezbollahu dhe largimi i të gjithë operativeve të tij nga sektori në jug të lumit Litani. Në të mbikëqyrjen amerikane, palët kanë rënë dakord edhe për krijimin e zonave pilote ku ushtria libaneze do të marrë kontrollin e plotë dhe do të largojë të gjitha grupet armatosura jo shtetërore. Marrëveshja mbetet mbi një arpushim të mëparshëm të arritur në prill dhe të zgjatur në maj, megjithse dhuna kishte vazhduar edhe pas atyre dakordsive. Vetëm gjatë së mërkurës, burimet të sigurisë libaneze raportuan të paktën 6 të vrarë nga sulmet me dron në jug të Libanit, ndërsa Izraeli tha se kishte interceptuar mjeta ajrore që i cilësoi si armiqësore dhe që dyshohej se ishin nisur nga Hezbollahu. Një marrëveshje tjetër e ndërmjetësuar nga SBA më herët gjatë javës kishte sjellë tashmë një ndalim të sulmeve ndaj periferive jugore të Beirutit dhe të shkëmbimit të zjarrit ndërkufitar. Izraeli e nisi ofensivën në mars pasi Hezbollahu hapi zjarr përtej kufirit në mbështetje të Teheranit. Irani ka deklaruar se çdo marrëveshje paqeje me Shtetet e Bashkuara duhet të përfshijë gjithashtu një arpushim për Libanin. Tregjet e energjisë reaguan me kujdes pozitiv. Çmimet e naftës u ulën lehtë në tregjet aziatike, duke zbritur nën nivelin psikologjik të $100 për fuqi, pasi arpushimi rriti shpresat për një marrëveshje më të gjerë që mund të ulë tensionet në rajon.